Kupola e ndërtimit dhe planifikimit urban në Shqipëri ka krijuar një skem përfitimi ku persona me lidhje të drejtpërdrejta me institucionet marrin kontrata publike dhe leje ndërtimi pa kontroll. Vëllezërit Alban, Olsi dhe Andi F. Thimi kanë krijuar një perandori ndërtimi, e cila financohet me fonde publike dhe në të njëjtën kohë ndërton projekte private në zonat që vetë ata i planifikojnë si urbanistë të shtetit. Atelier 4, studio që kontrollohet nga familja F. Thimi, ka marrë 6 milion euro nga buxheti i shtetit përmes 163 pagesave të thesarit të shtetit për punë me projekte urbane, rikonstruksione, restaurime objektesh dhe plane zhvillimi për qytetet kryesore. Ndërkohë, Sid Consulting, një tjetër kompani e lidhur me ta, ka përfituar 2 milionë euro nga thesari në 72 transaksione të tjera. Totali arrin 8 milionë euro nga buxheti i shtetit drejt kompanive të familjes F. Thimi. Texas Development, kompania ndërtuese e të njëjtit grup familjar, është regjistruar me 100.000 lekë kapital, por ka përfituar leje për ndërtime shumëkatëshe me vlera të larta në zonat më të shtrenjta të Tiranës, ku çdo metër ndërtim shitet me 10 mijëra euro. Dokumentet fiskale të dorëzuara në QKB tregojnë humbje financiare çdo vit, duke mos justifikuar asnjë prej investimeve të mëdha që po kryhen në terren. Sipas dokumenteve të vendimarrjes shtetërore, Atelier 4 ka hartuar plane urbanistike dhe projekte publike në kryeqytet dhe qytete të tjera. Pas aprovimit të këtyre planave, Këshilli Kombëtar i Territorit, institucioni varur drejt për drejt nga Edi Rama, i ka dhënë Texas Development lejet e ndërtimit në të njëjtat zona ku janë kryer studimet nga Atelier 4. Burimet zyrtare konfirmojnë se vëllezërit e Thimi, si hartues të planeve, kanë përcaktuar ku do të rriten çmimet e tokës dhe të ndërtesave. Si ndërtues të kullave, ata kanë përfituar rritjen e vlerës së tregut të pronave të tyre, të cilat janë shtuar ndjeshëm pas miratimit të planeve që ata vetë kanë hartuar. Emrat e Alban dhe Olsi F. Thimit janë shfaqur në përgjime telefonike të sekuestruara në hetime penale që lidhen me ndërhyrje në proceset e lejeve të ndërtimit dhe favorizime në tender publik. SPA ka në shqyrtim dosjet që përfshin projektet e kompanive të tyre dhe lidhjet me persona me pushtet që kanë firmosur pagesat dhe lejet. Grupi familjar ka konsoliduar pasuritë përmes Zyri Investment Group, një kompani mbajtëse me 100 lekë kapital, e cila figuron si pronare e aksioneve kryesore në Atelier 4 dhe Texas Development, megjithse nuk deklaron aktivitet financiar që justifikon mbulimin e investimeve shumë milionshë. Asnjë verifikim nuk është kryer nga tatimet për burimin e investimeve të Texas Development. Asnjë institucion nuk ka hartuar konfliktin e dukshëm të interesit midis planeve publike që hartojnë vetë dhe ndërtimeve private që përfitojnë nga këto plane. Familja e Thimi vazhdon të ndërtojë kulla të reja dhe të marrë hapësira të tjera ndërtimi në qytete të ndryshme. Ata shfaqen në vendimet më të rëndësishme të territorit, të cilat u kanë dhënë përfitime të drejtpërdrejta financiare, ndërsa bilancet e tyre zyrtare gjithmonë rezultojnë me humbje. Shteti ka dhënë parat, shteti ka firmosur lejet, shteti u ka sjell vëllezërve e Thimi përfitimet që nuk justifikohen as me kapital, as me aktivitet financiar, as me ligj. Dosja e plot po përgatitet dhe do të publikohet me emra, data dhe prova për të zbardhur burimin e pasurisë dhe lidhjen me pushtetin. Nëse Departamenti Amerikan i Shtetit synon vërtet të luftojë korrupsionin që ka kapur institucionet dhe ekonominë shqiptare, dosja e ndërtuesve të preferuar të pushtetit duhet të hapet e para. Kullat që marrin leje pa konkurrencë dhe kompanitë që deklarojnë humbje ndërsa ndërtojnë projekte shumë milionshë janë gjithnjë në qendër të këtij modeli. Rasti i vëllezërve F. Thimi me kontrata publike të siguruara përmes lidhjeve politike dhe me financime të paqarta përbën pikërisht shembullin që ligji amerikan i administratës Trump kërkon të godasë.